E ftuar në studio deputetja e Partisë Demokratike, zonja Jorida Tabaku. Mirë se erdhët, zonja Tabaku. Mirëmbrëma, Mirela. Le ta fillojmë me një koment për reagimin e ambasadës amerikane për çështjen. Në fakt është hera e tretë që reagon në mënyrë eksplicite, le të themi. Në fakt, reagimi i ambasadës amerikane është në të njëjtën linjë me reagimin e Partisë Demokratike. Ndajmë të njëjtat shqetësime, ndajmë të njëjtat mendime për çështjen, si për rastin konkret të dekriminalizimit, ashtu edhe për zbatimin e platformës dhe marrëveshjes 24 dhjetorit. Vetëm shqetësimi jonë është që në këtë rast, kjo që po ndodh në Parlamentin Shqiptar dhe arrestimi i 2 deputetëve, sigurisht që ka akoma nevojë sqarohet nga maxhoranca dhe nga prokuroria nëse është me të vërtetë për dekriminalizimin apo për akuzat të tjera, ashtu siç kanë ardhur materialet nga prokuroria. Sidoqoftë Partia Demokratike përshëndet vendimin, ashtu siç e ka përshëndetur të 2 rastet e tjera dhe ngresh shqetësimin që hapat që po merren nuk janë hapa që po merren si rezultat i vullnetit politik të maxhorancës, sepse po diskutojmë sigurisht për shqetësime që kanë lindur në gjirin e maxhorancës dhe për probleme që i ka maxhoranca dhe këtë gjë e kemi ezauruar dhe kaluar diskutuar me kohë. Por shqetësimi që ne kemi ngritur është që ajo që po ndodh brenda maxhorancës është si rezultat i presionit politik, influencës pranë kryeministrit, i grupeve të ndryshme që në një mënyrë ose në një tjetër përpiqen që të shtrojnë të rrisin influencën e tyre. Pse u largua dje nga parlamenti? Në momentin që kalon autorizimi për lejimin, për t'i dhënë leje prokurorisë pikërisht për të ndaluar 2 persona të cilët me emra të përveçëm ju si forcë politike keni qenë tashpër. Në fakt, këto 2 persona me emër të përveçëm edhe personat të tjerë janë denoncuar nga Partia Demokratike. Qeverisja e djeshme e zotit Berisha ka dërguar në prokurori rreth 6 dosje për njërin prej personave që u arrestua dje. Dosje konkrete me akuzat të cilat e lidhin atë pikërisht me akuzat e dekriminalizimit, të cilat edhe sot e kësaj dite flejnë në prokurori. Ne kemi shprehur qëndrimin ton për këtë çështje. Ne kemi votuar në Këshillin e Imuniteteve Pro. Bëm një detyrë profesionale dhe ngritëm shqetësimet tona për këtë proces, për të parë të gjitha provat dhe për të parë dhe për të gjykuar nëse kjo po ndodhte si rezultat i influencës së kryetarit parlamentit, apo po ndodhte se me të vërtet kishte diçka reale, nëse këto 2 persona kanë probleme dhe shqetësime nga ato të cilat ne kemi ngritur, hajde bashkarisht t'i votojmë, t'i çojmë përpara drejtësisë. Por në rastin konkret, informacionin që ne morëm nuk ishte i plot. Qëndrimi i Partisë Demokratike është i prerë dhe parimor. Askush nuk ka vënë në atë parlament përderisa ka lidhje me krimin. Si me krimin organizuar, ashtu dhe me krimin ekonomik. Po nuk ka rëndësi Vota jon pro u shpreh në Këshillin e Mandateve, e shkruar Ezeza mbi të bardhë. Vota jon pro u shpreh me fjalimin e zotit Halimin parlament, ku shprehu votën pro të grupit të Partisë Demokratike. Vota jon pro u shpreh edhe nga kryetari i grupit të Partisë. Në numërimin e kartonave ishit munduar. Ishte votimi fshet elektronik dhe vota jon pro si në këtë rast ashtu dhe në çdo rast tjetër. Besoj juve i thrisni kujtesës që kjo ka ndodhur për pjesëtarët e maxhorancës djeshme. Zoti Basha, zoti Mediu janë votuar nga maxhoranca e djeshme për të hequr imunitetin. Ne kemi shprehur vullnetin ton politik që të hiqej jo vetëm imuniteti, po edhe kjo fazë që kaloi dje në parlament, pra dhe e drejta për të ndaluar dhe arrestuar, të hiqej totalisht si pjesë e imunitetit të plot të deputetit. Pra qëndrimi jon parimor nuk ndryshon, qëndrimi jon ndaj këtyre 2 individëve nuk ndryshon dhe sigurisht që nuk ka se të ndryshojë, sepse ishte një çështje që e nisi Partia Demokratike dhe e bëri ndërkombëtare Partia Demokratike. Për herë të parë në këto 24 vite nuk ka diskutuar askush për dekriminalizimin dhe për shqetësimet që sjell krimi në parlament, në administratën publike. Mbështetësit tuaj që prisnin me shumë entuziazëm dje që ju të votonit, pse nuk votuat një përgjigje shumë thjesht për ata? Mbështetësit tonë dje besoj të paktën nga mesazhet që kemi marrë dhe nga qëndrimet që kemi marrë, kanë qenë plotësisht dakord me qëndrimin tonë që kemi shprehur dje. Jemi pro hetimit të këtyre individëve, jemi pro hetimit të këtyre individëve për çdo lloj akuze, jemi pro hetimit të këtyre individëve edhe për akuzat që ne kemi ngritur, që janë shqetësimet reale që duhet ta shqetësojnë Shqipërinë, por akuza falso dhe akuza farse në Parlamentin e Shqipërisë, vetëm për hir të një lufte politike, le ta zgjidhin mes tyre se është sherri tyre, është konflikti tyre, është mënyra se si ato funksionojnë, është mënyra se si bëjnë shtetin dhe është mënyra se si kanë vendosur ta qeverisin Shqipërinë. Qartë. Në urdhrin e firmosur nga kryeprokurori Llalla, shkruhet se ndalimi Mark Froku duhet bëhet me pretendimin se qenia e tij lirë mund të vërë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provave, sepse sipas dokumentit që disponon televizioni ynë, në kërkesën për urdhër ndalimi thuhet se Mark Froku
për shkak të pozicionit si deputet parlamentin e Shqipërisë, paraqet rrezikshmëri shoqërore të lartë. Unë lexova pak më parë një lajm të publikuar në një gazetë belge, është në hetim në Belgjik së bashku me disa persona të tjerë për rrjet prostitucioni, madje edhe për vrasje një personi vitin 1999. Nuk janë të panjohura në fakt këto akuza, sepse ka qenë Partia Demokratike, keni qenë ju si forcë politike që i keni ngritur. Në opinionin tuaj, përse u desh rreth një vit, në mos më shumë se një vit, që prokurori i përgjithshëm të merrte dëshmin tuaj, atë që ju thatë në parlament, për të akuzuar dhe për të plotësuar urdhrin e ndalimit të deputetit Frog? Në fakt, në janar të vitit kaluar është ngritur nga Partia Demokratike, zonja Topalli në mos gaboj u kërcënua dhe me një mesazh nga zoti Froku për këtë rast. Në korrik të vitit kaluar, zoti Strazimiri ngriti përsëri shqetësimin, duke mos përmendur me emër askënd dhe duke përfshirë sigurisht në grupin e personave për gjithë ato që kishte informacion edhe personat që tashmë janë arrestuar dhe u ndodh përballë një sulmi fizik, nuk është se opozita nuk e ka ngritur zërin për këtë shqetësim. Është një shqetësim shumë real sepse po ndodh nëpër masa të jashtëzakonshme, po ndodh si asnjëherë në parlamentin shqiptar. Unë sot dëgjova me vëmendje kryetarin e parlamentit i cili foli për degradimin e parlamentit. Jap shumë të drejtë, absolutisht të drejtë. Degradim të parlamentit në këtë nivel dhe që po ndodh mes tyre, degradimi i parlamentit që po ndodh vetëm nga njëra anë dhe sigurisht akuza që po ndodhin vetëm nga njëra anë, kur ndërkohë që sot nëpër media shohim ato persona të cilat zoti Meta dje në parlamentit cilësoi si keqbërës paska deri në fillim të gushtit, paska ngrënë, paska pirë dreka dhe darka, ndërkohë që tani papritur u bën keqbërës, ndërkohë që shqetësimet tona reale kur i ngritëm, kur ndodhen këto fakte si në janar, ashtu dhe në korrik, ne u akuzuam që po përdornim dhunë verbale, ne u akuzuam si gjithmonë që po baltosnim, po shpifnim, ne u akuzuam që nuk mbështesim policinë e shtetit, kur nxorëm 19 raste të inkriminimin në policinë e shtetit. Ashtu siç kemi nxjerrë të 30 raste të tjera në administratën publike. Pse prokuroria nguroi dhe është kaq e vonuar? Unë Mirela shpresoj që prokuroria të mos jetë në presion politik. Nga mua, po edhe nga pjesëtarë të tjerë të opozitës, të paktën që ndajmë të njëjtin mendim, nuk e përdëgjuar ndonjëherë as sulm për prokurorinë dhe as për gjykatat, duke besuar dhe duke shpresuar që një vend që është antar me statusin kandidat dhe që shpreson që të jetë antar në Bashkimin Evropian nuk duhet të ketë pikërisht këtë standard ku pushteti ushtron presion mbi prokurorin e përgjithshëm. Por edhe dorëheqja e zotit Meta ishte pikërisht nën këtë suaz. Dorëheqja e zotit Meta kërkohej për t'i hapur rrugë hetimit. Kërkohej që zoti Meta në funksion e tij si kryetar të parlamentit të mos dilte dje në foltoren e kuvendit dhe të urdhëronte zëvendëskryetarin që po drejtonte seancën dhe t'i thoshte bëj kështu dhe bëj ashtu, të mos thirrte as kryeprokurorin, as ministrin e Brendshëm, as kryeministrin dhe për 6 muaj të mbulonin këtë krim. Kjo që ka ndodhur në zyrat e shtetit është e pakonceptueshme. Kjo që ka ndodhur me një person që e kanë futur në zyrat e shtetit, që e kanë marrë, e kanë intervistuar, me cilin kanë biseduar, me cilin është ulur 3 herë ministri i Brendshëm, është e pakonceptueshme. Dhe dje opozita akuzohej se po mbronte këtë personin që këto kanë futur në zyrat e shtetit. Këtu është jashtë çdo logjike dhe sigurisht që propaganda qeveritare bën një punë shumë të mirë, por në këtë rast besoj që opinioni publik është i qartë. Propaganda qeveritare bën punën e vet, propaganda opozitës bën punën e vet. Opozita këtë rast nuk e ka propagandë. Këtë çështje e ka çështje parimore, kemi ndjetur 6 muaj jashtë parlamentit për këtë. Qartë, është kauza juaj dhe sido që ju e nisët dekriminalizimi, arritja rezolutës është një kapitali juaj, nuk heshtin ata që nuk duan të thonë këtë, të paktën heshtin se nuk kanë është një kapital i firmosur nga Parlamenti Evropian, i firmosur dhe nga Rama dhe Meta. Po, e vërtet. Por, më the 2 herë, problemi mazhorancës vetëm, ti mendon që vetëm mazhoranca ka deputet dhe përfaqësues të cilët janë me prirje apo pretendohet që të kenë rekorde kriminale? Juve jeni të pastër si kristal? Ne kemi qenë totalisht transparent. Kemi qenë totalisht transparent dhe kemi denoncuar me raste, me dosje konkrete, bazuar dhe nga informacionet që kemi marrë sigurisht nga shtypi huaj ose nga partnerët tjerë ndërkombëtar. Në qoftë se majoranca ka raste të tilla për opozitën, i mirëpresim, le t'i bëjmë publike, kemi 1 vit që i kërkojmë, nuk kemi dëgjuar gjë. Ju vetë nuk dini gjë, ju dini vetëm për ata. Ndërkohë që në rastin ton konkret, unë di denoncimet me dosje, me fakte, për pjesëtarët majorancës. Në parlament, po dhe në çdo nivel tjetër qeverisës.
Qartë, duhet thënë, ka që është dia juaj, për ndonjë pjesë tjetër ju nuk keni deri tani informacion. Në qoftë se opinioni publik, në qoftë se majoranca ka informacion, sigurisht hajde ta shohim, ta diskutojmë, po informacioni që është në media, informacioni që kemi ne, informacioni që është bërë publik është ky. Dakord. Dje keni paraqitur platformën dhe amendamentin kushtetues me fuqi të përkohshme për dekriminalizimin. Le të flasim pak për këtë. Ndalemi fillimisht në parim ku doni të arrini dhe pastaj më konkretisht se si do të doni të arrini tek dekriminalizimi. Në fakt, çështja për të cilën u përgatitën dy materiale, në fakt, materiali që u quajt si një policy paper në lidhje me shqetësimet kryesore që ne kemi ngritur gjatë kësaj kohe për dekriminalizimin dhe vendoste disa parime se çfarë synojmë si në periudhën afat-shkurtër dhe në periudhën afat-gjatë. Konkretisht, dje në Komisionin Parlamentar për dekriminalizimin u bë një propozim për një ndryshim kushtetues. Kush është ideja kryesore e të gjithë platformës që Partia Demokratike ka paraqitur? Ideja kryesore është që ne nuk mund të lejojmë që në parlamentin shqiptar, në institucionet shqiptare, në administratën publike, në pozicione si të zgjedhura ashtu edhe të emëruara, të ulen persona të cilët kanë precedent penal. Ka ndodhur në parlamentin shqiptar, ne kemi 4 deputet që i kemi në hetim, 2 janë të ndaluar, 2 tjerë kanë çështje në gjykatën e lartë për rastin ndaj deputetit Strazimiri. Janë 4 deputet të cilët në një vit e gjysmë të majorancës kanë hequr zëvendës kryetaren e Këshillit Lart Drejtësisë, kanë hequr kryetaren e ILDK-s, kanë miratuar reformën në gjyqësor, kanë miratuar reformën për sa i përket sistemit të drejtësisë. Kjo ngre një pikpyetje shumë të madhe për mënyrën se si ka funksionuar kjo majorancë dhe për ligjshmërinë e kësaj majoranце. Që në këto kushte dhe duke besuar në parimin që dekriminalizimi duhet filloj sot me njëherë, qëllimet afat-shkurtra janë vendosur pikërisht për këtë, për të gjithë ato që janë të zgjedhur ose të emëruar në këtë mandat dhe që kanë dosje penale, që kanë kryer krime dhe qëllimi afat-shkurtër dhe ndryshimi konkret në kushtetut që është paraqitur dje, lidhet pikërisht me këtë një nen tranzitor i cili bën të mundur ndërprerjen e mandateve për këta persona. Sigurisht që mekanizmat, procedurat dhe çdo gjë tjetër do të diskutohet dhe komisioni besoj do të vendos dhe element për mënyrën se si kush do të jetë institucioni që do ta realizojë këtë. Ndërkohë që përsa i përket elementeve më afatgjatë dhe politikës më afatgjatë që ne synojmë në këtë rast, lidhet me ndryshime si në kushtetut, ndryshime në rregullorën e parlamentit, ndryshime në kodin e procedurës penale, ndryshime në kodin zgjedhor, të cilët parandalojnë për zgjedhjen e të gjithë personave të cilët kanë precedent. Ne kemi përdorur një parim i cili në disa vende interpretohet si ndarje e krimeve të rënda ose të lehta, vendet që kanë sistemin si Anglia, Australia, të Commonwealthit, kanë të njëjtin parim dhe legjislacion, ndërkohë që vendet të tjera, si rasti i Italisë, që i kanë pasur problemet me krimin organizuar dhe mafien të depërtuar deri në nivelin e Parlamentit Evropian, kanë përdorur masa akoma dhe më drastike, që këto persona pavarësisht llojit të krimit, nuk lejohen që të zgjidhen, të emërohen. Ndërkohë që në këto vende të tjera është ndarë krime të lehta ose krime të rënda, krimi organizuar e kështu me radhë. Bazuar mbi këtë parim, sigurisht që kjo do të shtrihet edhe për të gjitha institucionet e tjera të cilët janë të zgjedhur nëpërmjet parlamentit, për gjykatën e lartë, për Këshillin e Lartë Drejtësisë, për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, pra ndërhyrje edhe në këto ligje të veçantë. Nëse aplikohet propozimi juaj, qoftë me nenin e kushtetutës i cili është një amendament transitor, le të themi një ndryshim për periudhën afat-shkurtër për këtë legjislaturë, qoftë në projektin afat-gjatë që ju keni, mendoni që do të arrim që në shtator legjislatura e re, apo legjislatura e shtatorit, sesioni i ri parlamentar, do të ketë një parlament, do të na përfaqësojë një parlament të vetpastruar dhe kandidatët për zgjedhjet lokale do të jenë brenda këtyre filtrave? Në fakt, apo është një Kjo platformë që ne kemi paraqitur, sigurisht është një draft shumë i mirë për të filluar diskutimet dhe tregon vullnetin ton politik të shprehur
nëpërmjet këtyre ndryshimeve së pari, po të shprehur edhe nëpërmjet deklaratave dhe proceset që Partia Demokratike po kalon për këto zgjedhje lokale. Një këshill integriteti po ngrihet për të siguruar pastërtinë e figurës dhe për të bërë një screening dhe një analizë të gjithë kandidatëve të mundshëm për zgjedhjet lokale nga njëra anë, ndërkohë që nga ana tjetër, pavarësisht ndryshimeve dhe propozimeve sado të mira që ato të jenë, dhe po e përsëris dhe një herë, këto janë vetëm një pikë nisje, sigurisht presin propozime nga kolegët socialistë në Komisionin e dekriminalizimit, propozime nga Komisioni Venecias, nga partnerët ndërkombëtar që kanë punuar me institucionet shqiptare gjatë këtyre viteve, është e rëndësishme vullneti politik. Nëse mazhoranca nuk e ka këtë vullnet politik, do të bojkotoni zgjedhjet, nuk do hyni në zgjedhje lokale? Ne kemi shprehur angazhimin ton për ta filluar zbatimin e kësaj platforme që në këtë moment. Qëllimi si marrëveshjes së dhjetorit, ashtu edhe qëllimet dhe objektivat që Partia Demokratike ka, janë që kjo të fillojë menjëherë me këto zgjedhje. Edhe afati që është vendosur për marrëveshjen e dhjetorit është qershor, që do të thotë që përfshin pikërisht këtë periudhë dhe qëllimi jon ky ishte që të përfshiheshin dhe zgjedhjet lokale dhe që ndryshimet ligjore të fillonin të zbatoheshin për zgjedhjet lokale. Komisionit, do të hyni në zgjedhje lokale apo do të është diçka që unë nuk e parashikoj dot në këtë moment. Sigurisht që ne do të kemi angazhimin ton maksimal që kjo, jo propozimi jon, por këto parime, sigurisht diskutuar edhe me kolegët socialist, të miratohen sa më shpejt. Vullnetin politik të majorancës nuk e ndryshojmë dot. Edhe vullnetin politik për ta marrë pushtetin, jo me dhunë, jo me qetësi, jo me këtë kategori njerëzish, ne nuk e ndryshojmë dot. Por, në qoftë se kemi bërë diçka të mirë në këto 6 muaj, që kur ne filluam në korrik të vitit kaluar diskutimin dhe ngritëm këtë si një çështje madhore, është rritur një dëgjësimi publik për këtë çështje. Dhe njerëzit po flasin të qetë, dhe njerëzit edhe po diskutojnë, dhe njerëzit edhe po tregojnë presionet që kanë pasur gjatë zgjedhjeve, dhe njerëzit që qartësisht po vendosin që nuk është ky parlamenti që duan. Kur e thot kryetari i parlamentit që nuk është ky parlamenti që duan me ato njerëz që kanë sjellë në parlament, unë besoj që ja kemi arritur qëllimet. Unë ju falenderoj shumë zonja Tabaku për gjithë opinionet që ndave në studion tonë.